Unë nuk e di pse Klodi kapet vetëm tek unë, kur në fakt të gjithë banorët, dikush kundra, dikush pro, e kanë diskutuar këtë temë. Nuk e kam diskutuar 2 ditë, gjithë të tjerët kanë ardhur, e kanë diskutuar dhe unë duhet të jep jashtëqarime pse pas 2 muaj apo 3 muaj marrë një mendim ndryshe. Fatmirësisht, një ditë më vonë ndodh një situatë, pak a shumë e njëjtë, ku të gjithë banorët, në lidhje me Elionën, të gjithë banorët dhe sidomos edhe Londrimi dhe Klodi që kanë ndenjur 3 muaj rresht 24 orë bashkë, deri në orën 5 të mëngjesit, duke hequr dhe mikrofonat, dhe fillojnë dyshojnë për vërtetësinë e Elionës. Ndërkohë që unë dëgjoj, nuk kam nevojë për formulime, sepse unë flas atë që mendoj. Ndërkohë që, Klodi, mos bëj presion se nuk e ha presionin. Ti e ke frikën edhe prandaj po mësulesh vetëm mua. Ndërkohë që gjithë banorët e kanë diskutuar këtë pjesë. Kërkush ma ka drejtu gishti si ke bati? Të vazhdoj? Do m'japësh Nëse leje? dalë, qysh dushti? Atere, në momentin që Klodi vazhdon edhe dyshon për Elionën që kanë ndenjur 24 orë, pse mos të dyshoj unë nga një koment që bën Olta, që unë kam shumë respekt, që është një njohëse e lojës, që e ka përjetuar nga brenda, dhe që nuk ka qime në gjuhë, i thot gjërat trotë, i thot gjërat hapur, i thot gjërat pa filtra. Pse mos ta dyshoj? Çfarë problemi ka këtu? Nëse atyre u dje kaq shumë, le ta sqarojnë situatën e tyre. Unë nuk kam qenë 24 orë me ta. Unë kam qenë në ambiente të ndryshme të shtëpisë, ata mund kanë qenë në ambiente të tjera, unë nuk e kam parë 24 orë çka kanë bërë.